Një person ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga një mjet impret në Gjakov, ndërsa i dyshuari është zhvedurzuar në polici. Sipas policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të 5 majit 2026. Fillimisht, viktima është dërguar për trajtim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, e më pas është transferuar në spitalin e përgjithshëm në Gjakov, ku edhe ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Shëremet Elezaj, bëri të ditur se rreth orës 2:20 pas një mosmarrëveshje në rrugën Mbretëresha Teut, viktima dyshohet se është sulmuar me mjet të mpret nga një person tjetër i moshës madhore, i cili më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa në konsultim me prokurorin e shtetit është iniciuar rasti si vrasje. Si rezultat i veprimeve hetimore, janë identifikuar 2 persona të dyshuar, njëri prej tyre me inicialet ÇS rreth orës 9:45 është zhvedurzuar në polici dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë, ndërsa nga emergjenca e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, për të kuptuar më shumë rreth rastit, na tregon shefi i emergjencës Dr. Ilir Hasanaj. Rreth orës 2:30 mëngjesit ose sjell një pacient pa shenja jete, janë marrë gjitha masat e animatuar, por pa sukses, pacienti ka ndërruar jetë. Kujtojmë se policia në koordinim me prokurorin e shtetit po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.